Përshëndetje miq nga një nga atraksionet më të famshme të Vlorës turistike, Vlorës së turizmit elitar. Jemi këtu 150 metra nga bregu i detit, është pylli sotës dhe pastaj është plazhi dhe deti. Dhe shikoni këtë mrekulli këtu, këtë incinerator që funksionon dhe është një vepër e 12 viteve të qeverisë socialiste. Një mrekulli për Vlorën turistike, për Vlorën e plazhit, Vlorën e turizmit elitar. Shikoni ç'a bëhet këtu. Dhe njerë në disa ditë këtu i vjet flaka dhe tymi mbulon gjithë qiellin e qytetit të Vlorës. Sot ka rënë shi, për fat nuk ka tym, nuk ka zjarr, po shikoni këtë pamje surrealiste të gjithë për ta kuptuar se çfarë ndodh dhe çfarë bëhet në këtë qytet. Nga Vlora historike dhe nga Vlora heroike dhe nga Vlora e këtyre peizazheve që përveç se ato që ka bërë Zoti dhe Perëndia, këto janë ato që ka bërë qeveria. Ju përshëndes gjithë. Ja dhe zojt shtektar që kanë ardhur me cërimat e tyre zbukurojnë akoma këtë ambient, këtë kryevepër inxhinierike të 12 vjetëve të rilindjes. Ka rilindur gjithçka në Vlorë nga ky vend. Ju përshëndesim të gjithëve me këtë bukuri spektakolare